o jo xhamatli, o ju vëllezër e min, një vetë të tërë, angazhohemi, punojmë, trupi jonë nuk rën rahat për të mirën e vetës tonë, për të mirën e familjarëve të tonë. Megjithatë, ky angazhim, një vetë i tërë, e kërkojmë që në fund të bojmë pushim, nga se trupi e dan një pushim. Ashtu që thash, një vetë të tërë angazhohemi me vetat tonë, me mundësit tona, na për puna dhe kështu të merat, për familjarët tonë, dhe në fund është hak i trupit tonë që me bo një pushim, me zgjedh një vend dhe me pushu vetën tonë, me largu vetin prej shtreseve, prej problemeve, prej çështjeve të dynjas. Dhe ky pushim nuk është pushim ashtu qysh na mendojmë, po është pushim i shkurt, sot do të qofë pak ditë me rahatu veten. Të njëjtin gjë, nuk do të thonë që edhe sahabët nuk kanë lyp pushim. Tregon një ditë, një histori, një tregim, po i tham kështu. Ky sahabi Hanbala, duke ecë rrugës, e sytë e tij po letojnë. Dhe Abu Bekri po takohet në rrugë me ta. Po i thatë, ja Hanbala, çka ki? Atëre ky sahabi po i thatë, o Abu Bekr, po tut na mos jam prej munafikëve. Atëre ky sahabi Abu Bekri po çuditet, po thatë, pse prej munafikëve? Dhe ky sahabi Hanbala po çan. Po i tregon, thotë, kur po jam tek pejgamberi, po jam shumë i mirë me iman. Po kujtojmë xhenetin, po kujtojmë zjarrin e xhenemit, po jemi shumë të mirë. Amo kur po largona prej profetit, po rri me familjen time, po punoj me çështjet e dynjas, pi harroj me ata që kemi mësuar tek pejgamberi. Abu Bekri kur e ndëgjoi, pasha Zotin tha, unë po kam frikë që mos jam tha prej munafikëve. Edhe mund ta po ndodh çështot. A shkojmë tha bashk tek pejgamberi ta pyesim për çet gjendjen tonë. Shkonën tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i tregonën rastin. Atëre pejgamberi u përgjigj duke i thonë kështu: "Lau tadumuna ala hali allati takumuna biha min indi la safatukum almalaikatu fi majalisikum wa fi tariqikum wa ala furushikum." Atëre pejgamberi po i thotë Abu Bekrit dhe këtij sahabi Hanbala, so kur ju të vazhdoni edhe mbas mbas takimit me mua, mbas mexhlisit, kishmi pa melekët të rrethëkuar në mexhliset e juve. Kudo që shkani ju na për rrugë, kishmi pa melekët mbas juve. Edhe ku të bjeni me flejt, kishmi pa melekët ju, kishmi pa ata. Atëre pejgamberi po thot, sa'atan wa sa'atan wa sa'atan, kështu po ja ban. Po ja ban me dije sahabëve që kua nuk është e njëjtë. Sa di mexhlis, çta shish mexhlis, në këtë moment ti duke ngul ligjërat, pas saj momenti del, është momenti tjetër. Të kap çështje tjera, do të më punu, do të më gjallëru, do të më ecë përpara. E kjo jep me kuptu ky hadith. Njeriu ka nevojë më mirë me çështjet e dynjajës, jo vetëm xhami, jo vetëm punë, jo vetëm angazhim. Donjëherë njeriu do të më largu, donjëherë do të më qetësu, me e lyp trupi i tij, e lyp qetësimin dhe rahatin. Për këto jo vëllezër, ky hadith dhe ky ngjarje është që na jep neve me dije, na si njerëz kemi nevojë të pushojmë, jemi të angazhuar me dynja, jemi të angazhuar me lloj shtresi dhe na do të neve që të pushojmë. Qëra shiko sahabët, përpara pejgamberit kanë qenë, po kanë kërku veten e tyre pushim dhe pejgamberi po i mëson që trupi ka nevojë më mirë ndonjëherë me dynja, mu qetësu, mu ratu dhe me gjetë një vend për me qetësu vetën e vetë. O ju vëllezër, dija vlerën kohës së lirë, bashkë kur t'je në pushim. Trupi ka nevojë, trupi jonë ka hak. Ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-faraghu."
dy gjëra më së shumti njerëzit nuk ja din vlerën. Më së shumti njerëzit nuk ja din vlerën. Thot shëndetin dhe kohën e lirë. Ruje shëndetin tonë në pushim. Ti që ki bu një jetë me shku në pushim. Ruje shëndetin tonë. A ki shku me pushu, a ki shku me mush mëlqien tane me alkohol, me shfrytzu në mënyrë të lloj-llojshme pushimin ton me harame mi bu dëm shëndetit. Wal faragh dhe kohën e lirë. Ki kohë të lirë. Pse po e ke shtrajtan vetën ton me shëndet dhe për hum kohën. Në pushim mos u mundon me shkuna për sendet haramit. Ti i pushim ki kohë të lirë. Pse me shku në muzikë, pse me shku në darsën, pse me shku sende ku nuk i ta kanë një muslimanit. Ruje shëndetin prej haramit dhe ruje kohën e lirë prej haramit. Si shëndetin dhe si kohën e lirë, shfrytëzoje në ato që ta afron tek Allahu Azza wa Jall. O ju vëllezër, gjatë pushimit apo në pushim, gjithmonë kujtoje këtë hadith. Gjithmonë kujtoje këtë hadith. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: "Igtanim khamsan qabla khamsin." Shfrytëzoje 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. E para për tyre është rinin para pleqnisë. E dyta shëndetin para smundjes. E treta pasurin para varfërisë. E katërta kohën e lirë para që të jesh i angazhuar. E pesta jetën para vdekjes. Gjitha këto në pushimin ton shfrytëzoje që mu afru tek Allahu dhe shfrytëzoje shëndroj këto në adhurim. Adhurim ndaj Zotit. Mos e qa kohën ton poshtë. Mos e qa rinin ton poshtë. Mos e qa poshtë pasurin tonë. Kujta edhe pse në pushim mundet me tar vdekja dhe me nxanë në mënyrë të lloj-llojshme. Po shfrytëzoj këta sende para se të vinë 5 sendet e tjera. O ju vëllezër, gjatë pushimit vizitoj familjarët e tu. Mos u bë mendje madh. Ku marr pe Gjermani sone, ku me di se shata me thonë ka Gjermani, sidomos të tun, thuj se xhennet o Gjermania. Jo o vëllezër, vend çafirave. Mëse rrit vetën tonë. Sa kur gjo heq. Kur të shka në Kosovë, kur t'jim pushim, vizitaj familjarët e tu. Shka ti, më stuj, a nuk o mani të vinë ata. Ti shka vizitaj familjarët. Ti bau njërë modest para Allah të Azza wa Jall. Vizitaj njës të mirë që i danë. Vizitaj familjarët e tu të arfën që i ki. Kujshit dhe kështu të më radhë. Ndëgjaj e këtë hadith. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë: "Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arshi taqul, man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah." Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka kriju një pemë dhe e ka quajt këtë pemë farefis. Dhe e ka bu që kjo pemë të lidhet në arshin e Allahut. Dhe kësaj pemë i ka dhënë gjuhë. Dhe kjo pemë fillon me fol, fillon me bulutje. Thot o Zot, personi i cili pimon lidhet farefisnore, mshiraja dhe fala ato. O Zot, personi i cili nuk ka lidhje farefisnore, nuk shon me vizitu fisin e vet. Thot o Allah, mos mshira ato dhe mos e fal ato. Subhanallah. Ti që ki bu jetë me shku në pushim, mbaj mend këto fjalë. Shko vizitoje familjarët të tu, farefisin ton dhe mos e lën ndëraje ata. O ju vëllezër, në pushimin tënd e gjithë kohën kalaje me prindrit e tu. Ata që i kanë gjallë, lumë për ta. Ata që si kanë gjallë, Allah i mëshiroft prindrit e tyre. Ata që i kanë smut, Allah i shëroft. Sa ma shpejt shëndet mirë dhe t'jetë gjatë. Pushimin të cilën te e zgjedh, qasët e tua, kalaj me ibadetin më të mirë. Aja është rri prindrive të për balë sëve të tyre. O i vëllezër, kanë Raja ibn Haywa, kë të ben i madhë, ka qenë duke dhënë ligjerat
e ka thirë nana e vet, dietar i madh, dietar, hoxh i madh i asaj kohe. E ka thirë nana vet. I ka thonë, ja Raja, a i ki qitë pulave Kallamaç, qu qiti pulave Kallamaç. Në zancat për para, djetari madh u qu dhe i ka qitë pulave Kallamaç. Shikot partë të tënë, se qysh kanë qenë me prindin, me prindrit e tëre. Kur prindri i tëre ka full, ka qenë për ta obligueshmëri mi u përgjigj. Edhe në qoftë se ka qenë në namaz, ju shprish namazit tëre vesh mi u përgjigj kujna prindrëve. Nuk kanë të i kalu jashmasët tëre, vetë se i kanë nejtë prindrit për para, shka kanë thonë, e kanë marrë si obligim me akry prindrit. E ti që ki bu njët me shku në poshim, rre me prindrit e të, shikoj ata në sët e tëre, rri gati atyre, mos ja kthe fjallën atyre, qka të kanë nevoj, shfrytëzoj në punë të mira ata. Allah na bovë që me qenë një poshim, mi kalu me familjar dhe me prindët tonë, ashtu që është mas mirti. O i vlezër, në poshim, mos e qa parën tane në haram, mbaj men këta, ti që po shkan në poshim, mos e qa parën tane në haram, mos rri me njerëzit të ligë, dhe mos të hajmë pasurien tane, vetëm se njerëzit të dëvatshëm. Thët pejgamberi unë sallallahu aleyhi wasallam, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Po thët mos u shoqëra me askon tjetër, vetëm se me besimtarin, shok besimtarin ki. Shkove në poshim, je taku, a kam një shak atje, ku qanaj? Në kafe. Po janë keq mi përmend se jam në hutbe. Në kafe, shka aty me pa sendet mira me pa. Subhanallah. Po shka në kafe, shka me pi alkohol, a lumë shukin që e paske. Jo, pejgamberi po thotë mos u shoqëra me këta. Illa mu'min, vetë se me njerëzit besimtar, taqi, i devotshëm. Pastaj pejgamberi shka po thotë, mos të hanë kafshatën tane, parën tane që i ki. Kur mësa japi njëri që pin alkohol, kur mësa japi njëri që bën zina, kur mësa japi njëri që kënon, i shumë, jo vllazni. Vim për pushimit, s'lojnë rahat me muzik, do me të natës, pa hajtu a godza me bu muzik do me të natës. E pse ati po ban muzik do me të natës, s'lojnë rahat. Je parën haram, e shfrytëzon haram, Allah na rujt. E pejgamberi unë po thot, mos u shoqëra vetë se me njerëzit devotshëm, dhe mos ta hajmë pasurinë tane, vetëm se taqiyun, një i devotshëm. Shkan xhami kemi pa njerëz të devotshëm. Ki tri, sot dush. Kush për neve ka bu këta? Me shku në poshim, edhe me shku në xhamin. A e dini që ka pej motrave tona, mboles nuk kanë. Kanë qenë me blim mboles, po s'kanë parë me blim mboles. Shka të hoxha tu hoxh, që ta pari kipin me, që të në gjemat, kush ka nevoj për motrave tona më mbolu, dhe s'ka mundësi me blim mbolesa, për neve i ka këta. Shka një gjëllë të ri, i cilës të së t'ju dinin fejnë Allahot, ka sot dush në Kosovë, me dresja është, ka njës që së dëjojnë në tokat arabe, gjaj ata dhe thu që pasurin të me ty ka me të abonot djoliri, vish mësate për hec për para, shfrytëzane pasurin, pushimin e ju, aty ku dot, aty ku nuk dot, mos e je parën tane dhe mos rri me ata që nuk dot me nejt. O ju lezër, në pushim, mos u qa pesh, e kam për qëllim, mos ba me kate. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam po thot, kullu ummeti muafen illa al-mujahirin, e gjithë umeti jem, do e arrin faljen e Zotit, Zoti kam i fal, përveç ata të cilët i shfaqin gjunat me katët e tëre, i shenë musliman të shkret, vinë prej perëndimit, prej Evropës, në vendet të caktuara, dhe krenuan, dje jëmë kanë, fila muzikanti jëmë kanë, me pa, shak ish pat atje, sa treja, sa sen, s'po mja marrën për me. Mos i shfaq me katët e tua, mos u qap pesh me mekate, se qka të ranë Zoti. E pastaj, kur njerëzit hinë në zjarë të xhenemit, vetë me kati edhe subhanallah, me kati nuk lënë rahat edhe në zjarë xhenemit,
Len dynja, edhe në zjarë xhenamit me kati nuk lën rahat. Lau kunna nësma'u o na'qilu ma kunna fi ashabi s-sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi s-sa'ir. Me kati, çka thojnë njerëzit, i dalin me katët në zjarë xhenamit. Thot sikur na tishim prej atyre që të logjikojshmi, edhe ndëgjojshmi, na e kemi një hoxhën, na e kemi ndëgju hoxhën, hajt. E në zjarë xhenamit ju kujtojnë me katët, vinë me katët përpara. Fa'tarafu bi dhanbihim. Bindën, po, që kjo është me kati jonë, edhe me kati i del në zjarë xhenamit. Fasuhqan li ashabi s-sa'ir. E që tash prijetane dënimin, dhimbtën e zjarrit xhenamit. Allah na ruaj gjithëve. Me kati që është ka të banë. Andaj, o musliman, i cili ti shkon në përposhim, mos i jep vetit mu qu pesh në për mekate, po shfrytëzoje pushimin, mënyrën e adhurimit, apo që tjetë pushimi jot adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall. O ju lezër, në pushim kujtaje gjithmonë këtë hadith, këtë porosi profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunta watbi sayyi'ati alhasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ki frikë Allahun kudo që t'jesh, kudo që shkon, kudo që qëndron. Ki frikën Allah, kujtoje Zotin. Allah është duke të pa. Mos u çap pesh. Bëjeni pushim çu ka thënë Allah azza xal. Çu e kërkan dini feja jon. Ittaqillaha haythu ma kunta. Ki frikë Allahun kudo që t'jesh. Allah është duke të pa. Watbi sayyi'ati alhasanat tamhuha. E në qofë se kiran na i mekat, minerat mekat për cilën me një vepër të mirë, nga sa ja vepër e mirë e fshin të keqen. O khaliqin nase bi khuluqin hasanin, dhe me njerëzit bohu i moral shumë, boj i edukun. Ku t'jene pushim, mos u sill arrogant, mendje madh, mi pushtërsu njerëzit, apo mi shpoq me katën ndaj tyre, o në kushamun e baj këta, jo, po boj njeri me moral, me edukat të lartë. Dhe kjo hadith, kjo porosi e profetit i ka 3 sende. Edukata me Allahun, mi po të frikë Zotin. Gjëja dytë, edukata me vetin tonë, me sin hak vetit tonë, me mekate. Dhe gjëja tretë, edukata me njerëz, se çush sillesh ti me njerëz. Kur i ki punë të mirë me Allah, e para, kemi po të punë të mirë me veten tonë. Kur i ki punë të mirë me veten tonë, pastaj kemi po të punë të mirë edhe në kon, edhe me njerëzit. Kjo është ajo lëzër, hutbja e sodit që na jemi përgatit, kujta, menda, kujdes se qysh po e kalon pushimin tonë.